me një qeft mjaft këndshëm. Jam pikërisht Egzoni dhe Migena, që i kam këtu pranë, e që kemi me folë shumë qka bashk për verën. Kam kënaqësinë t'ju kem të dyve dhe po ju falenderoj shumë që gjatët kohën, ta ndajmë një bisedë bashk. Faleminderit për ftesën. Mirë se ardhët, edhe po shpresoj që vera ka fillu mirë edhe për ju. Po, normal. Gjithmonë fillon mirë. Jeni persona të verës, e doni dy të verën? Po, unë për veti po edhe Mirgena e donë. Jetojmë verën. Jetoni verën. Unë fillimisht po ju prezantoj që jeni një qift mjaft simpatike, po ashtu edhe puna po ju bashkon jashta lidhjes së juaj, që është pikërisht fitnesi. Jeni trajner të fitnesit. Si është vera në fitnes? E mirë është, jo, nuk është, dhe më thonë, koriki gushti nuk jonë shumë aktiv. Jonë mujtë qetë për neve që mere me palestër, që kem palestra. Klientela, dhe më thonë, nuk është edhe shumë e madhe, janë nisin paka shumë me dalë se vera, jo vinë mërgjimtartë, jo punojnë në për punat e veta ma gjatë. Në për fitnesa bjen pak fluksi i punës, po një mënyrë edhe na konvenon pak edhe neve, se edhe na jena pak ma të lirë me dalë, me shëtit, me pushu pak, edhe të shim ju këthy punës për shtatorit prap deri në qëshor një sezon shumë e gatë. Zakonisht vera kështu për personat që kanë trupin në vi, është më e mirë, se kanë qka me ekspozu në fakt, por që jeni kështu aktiv ju për vetën e juj në ushtrimet e juj, a gjithmonë. Po normal, edhe mës me dash na puna nuk në lenë, se duhet që aty më konë me punu, me ushtru me ta bashkë, se edhe na ka njerë lodhëm, edhe na ka njerë këna qef me pushu pak, se gjithë shka, gjithdo punë që është e tepër të njës me kalu edhe monotoni, është mirë ka pak edhe me pushu, po nuk po mundëm me pushu, se po duhet mu konë aktiv me klienta. E gjithmonë ka qenë aj trendi në fakt që personat me ushtru edhe me u bogati për verë, është endë këtë trendi, apo po e lojnë këtë verës shumë vonë me fillu Migen, që shëshate? Kush është në Rakli, e din. I ringoti ma heret. I ringoti ma heret, edhe për mu duk bukur nuk mund është ti për një muj, dy mu duk bukur, apo kuptan. Duhet me pas bajegi një kohë gjatë që mu marrë me trupin, mja kushtu trupit për mu duk mirë verës. Kur shkon në bazen mu duk. Bash, me shkëllqy. Por nisi shoqëri kështu më duket që nuk jemi se i rrim gati, lojmë gjënat më minut fundit. Sa ju pengon juve në mënyrë profesionale kjo, në ushtrime? Klientëve? Ka, po mundë me thonë që përqindja e madhe e njerëzve ushtrojnë me sezon. Sezon s'kemi një fjallë, ushtrojnë 3 muj dit, edhe përgaditën pak për verës edhe shduken. Që është mund pengon shumë se është një gabim shumë i madhë. Sportin duhet me marë, jetik me ushtru ton kohën, mundesh me bo dhe ka pak pauza kur vjen vera. Nuk duhet me pas sezon është ta në sport. Po, se lakman me dalë krejt, po ti duesh më rikëthu apet. Se trupi është i pa falenderushëm. Dhe me thonë, ti ushtron, kur e lena i krejt, ti haran që ki bo. Dhe me thonë, është shumë i pa falenderushëm. Shëtë është mirë me gjetë një far balanci, mu marë me sport, mës me lonë. Po, asë një ranash. Fluksi më i madhë gjithmonë kështu në mes të gjeneratave, si është në fitness? Cilët janë më aktiv? Pa i prej moshës 20 deri në 40, që aty është që ka mas shumë ti po. E vlenë edhe tek vajzat edhe tek djemët? E njëjta. Tash është vera dhe po besoj që krejt ka nevoj, kështu që janë të në ndjek me i ditë disa këshilla për ushqimet që duhet me i përdor verës, ushtrimet mos me i lonë, cilat janë ato që na i propozoni më shumë me hëngër verës? Po verës është mirë me hëngër kryesisht edhe metabolizmi edhe organizmi jutë nuk ta... Edin që është ma shumë ta lip me hëngër ushqimet leta. Sa ma shumë salata, sa ma shumë ushqimet pasha, ushqimet detit, pull, që to jonë që nuk munden me të mundu shumë edhe tretën letë. Sa ma lërgë shëqernave, sa ma lërgë brumrave, unë nuk po thëmë mës mi hongër se nuk mundesh më din mi anullu krejt, po me pas kujdes, mës me egzageru me to. Ma shumë fokusin me pas të langjët e mira, të ujnat, të ushqimi pash me një fjallë, edhe ki me pas një verë shumë të letë, edhe ki me pas një bark shësht, ki mundi letë, edhe që kjo. Po cili është një ushqim që ne gabojmë më shumë të verës? Si a i tradicionale, apo edhe të tjerat, që e konsumojnë kështu më shumë e që nuk bën kurse sen? Po verës, qëre, të në Kosovë punon mas shumë të qebapi edhe byreki. Brumi edhe indyra. Kush kanë cibaptore edhe fura, ata punojnë mas shumë ti.
punojnë se na jena si popull që i dojmë këto ushqime mas shumëti. Po do të me pas shumë kujdes. Qëtojnë ushqime që na i konsumojmë ma shumë. I konsumojmë edhe adin qësh, i nënvlerësojmë me një fjallë si hajtë se së më bënë kur gjo, o të bënë, bëreki, këto do të me pas shumë kujdes. Flia. Miguel, me që përmende fli, cilat nga këto që përmende egzoni edhe flia, po ashtu janë që më pak ke pas vështirësi ose nështë ta më shumë i rezistu edhe si kështu në fillimet e tua? Flia dhe une. Flia. I pëlqenë ushqime tradicionale? Po, na pëlqenë, nuk është edhe na që nuk i konsumojmë hetë, se te ke fundit edhe na jemi njerës, na hidhe ndë njerë. Po, mu mas shumë t'i flinë, që babat e këto okej, po flia diqysh ma bëna me si. Okej. Po është gjithmonë këj paragjykimi mirë që e përmende se personat në fitness, sidomos trajnerët, nuk i konsumojnë fare. Jo është dhe kundërta dhe ata kanë qefët e tyre, por të kontrollueshme. Si shini ju këto paragjykimet që ndodhen? Qëra, tash më varet prej trajnerëve, më varet ku jonë, qka, qëfar, ku përdojnë me shku, që kiti trajnerë që është tu përgadit për ndë një garë, abdin edhe ajë duhet me pas kujdes shapan, po ki trajnerë që është fit, aje edhe e meriton me hongër, apo këto se si bon kur zho njerë 2 me hongër. Unë e gjithmonë edhe klientave edhe me kontri edhe në për emisione, i thëmë ti mas pari, këqyre vetën pas qyre, edhe që aty e dalon vetën në atë lejohet me hongër ushqime që të shëndoshin apo jo. Për nëse e kini trup fit, mundesh me hongër ka njerë. Për nëse e shë vetën që nuk po të binë majicat, je shumë i plot, i shëndosh, atër dush me pas pa kujdes. Me denu vetën një ko, kur të prun trupin tënd në vit tonë dhe qysh duesh, atër të një mundesh edhe ka njerë edhe me konsumu, edhe me dalë mbrami me hongër dhe një dark. është shumë, ti dush më konë mjek i vetës. Qështu? Atëherë, kjo që përmendë fakt është të saktë, se a jemi një vetë kritik, kështu që si njerëz jo vetëm me na tregu dikush, por ta dim vetë limitin tonë edhe regullat që duhet mja kryu për me bu një trup më të mirë. Na si trajner që jem na qëta, unë qëta ja u spjegoj klientëve. Ti nuk ki nevoj a bëj me më digu mu, me më thirë mu, me më shkru mu, asi ti këshyre vete, ti dush më bo mjek i vetës. Dush me ditë qka po të bën mirë edhe qka po të bën keq. Abdin dush mi dalu do sende. Nuk bën të ashti se ka asi klient që të shkrujnë të në kohën, a gudzej më ngër qëta, a gudzej më ngër qëta, a gudzej më ngër qëta. Dush me ditë vetë qka ka të shëndosh, qka ka të bën problem, qka nuk po të tretet mirë. Krejt to dush me ditë se organizmi ta jep një sinjal diku të kalzën që kjo ka të bën diçka. Edhe që jo gjithmonë duhet pyet. Migena, sot janë më virale në fakt edhe sportet si pilates, e po ashtu edhe kickboxi. Cila është e po ashtu edhe fitnessi që është i ka më shumë, cilat janë ndoshta si pas syrit të juaj perspektiv më të suksesshme kështu për një trup më të mirë. Ndoshta jo vetëm me hub pesh, por edhe me e tonifiku trupin ose me formësu në mënyrën më të mirë të mundshme, po ashtu edhe energjin që ato përcjellen. Se sportet zakonisht din me t'jap një energji edhe një rehati që jo gjithkush mundet me u përshtat. Tash, tu nis prej vetës, unë kam qefë me ushtru me adrenalin. Dhe më thonë me pas muziken që më dirigjan edhe me një fjallë me undirs, ta mon me qitë të kesh si njashtë. Me pesha. Me pesha, me sport ma atraktiv, ma ndryshe. E une ma shumë anoj ka fitnessi, crossfitin, po ndoshta edhe kickboxi, pse jo? E për ato sportet tjera, pilates, yoga, nuk është që nuk i preferoj, po nuk e di. Nuk kom diçka një përgjigje që me thonë, po edhe sot në preferencën teme. Ndoshta varet edhe këtë për tipit njerëzve, se dikush nuk donë mi dhonë vetit zërë, donë shumë ka dole, donë zgjatje, donë malet, me pas malet. Po malet është rrugë ma e gjatë. Ma e gjatë, gjithmonë. Juve ju pëlqen në fakt fitnessi më shumë. Po, fitnessi. Edhe po besoj ju ka lidh fitnessi, si unë njoftuat bashkë. Na tregoni ju pak këtë pjesën. Unë që në fillim ju prezentova një qef mjaft i lezetshëm, e përveç punës na tregoni si jeni njoftu. Po, neve na jena njoftu përmes fitnessit. Përmes ushtrimeve, kemi gjetë kontakt njëni me tjetrin, edhe kena vazhdu me fol, edhe të shi ka vazhdu të darka. Kena dalë, kena folë, po pika kryesore ka qenë fitnessi. Ishte Migena klienti juaja? Jo, kjo ka qenë Gjakov, edhe une kom shku një vend atje në Gjakov një farë fitnessi për me ushtru një person që ka qenë me aftësit kufizume, edhe aty e kom taku Mirgenën edhe kena
shkemby disa mësarë dhe pastaj Okej, edhe kështu filloj. Migeni ke paramendu me herët, na vajza dina me paramendu kështu të dashurit tonë në të ardhmen, të jetë trajner fitnessin, ose ta punoni edhe punën e njëjtë të ndani lifestyle-in. Si ishte? Jo, me tregu drejt, unë nuk e komendu asnjëherë, e lemo me Exonin, se e kom përcil një kohë edhe e kom pa që është të në kohën, është shumë aktiv, e ka palestren, është non-stop në për lajme, gazeta, telegrafi, këto që janë, edhe thash, unë e miron, sy këti është shumë zëra, po kuptan, nuk e gjesha veten që me thonë, e se komendu asnjëherë që ka me pas në tarë me një burë tilë. Edhe jam shumë krenare, edhe jam shumë falenderuse. Që kja. E na e kemi kështu një sfidë zakonisht ja u bujna qiftëv, edhe po kam qef mja u buj edhe juve është me disa pyetje. E përgjigja është po jo, po u afroj unë juve, e që... Faleminderit shumë. Përgjigjeni për një herë, pyetja është për të dytë. Po jo. Pyetja e parë, a merr një punën më shumë seriozisht se sa lidhjen? Po, se e merr një punën më shumë seriozisht se sa lidhjen? Se ja kena po hajrin. Ja keni po, edhe lidhjes ja keni po hajrin. Po, normal është punën nëse nuk e merr seriozisht, nuk ki më bë kur i suksesshëm edhe nuk ki më arrit kur një që aty ku ki dasht. E unë e kom arrit që aty ku kom dasht, unë e kom punu shumë, po edhe ju kom lutë Zotit shumë. Ju kom lutë Zotit me mjep qa kom dasht, po Zotit mu më ka shumë ma shumë se sa që i kom kërku. E që ata me punë i kom pa krejt të suksese. Me punë jenë ataku. Okej, kështu që të lidhen të dyat. Po. A keni debatuar ndonjëherë për mënyrën si stërvitet tjetre? A keni debatuar për mënyrën si stërvitet tjetre? Sen? I besoni njëri tjetre? Qa ty bashkë e kena pa të vonë. A kontrolloni ushqimin e njëri tjetret? Po, cilit, dët. Dët. Mundin ma shpesh me mbaru. Cili abuzon ma shumë me ushqim kështu? Edhe i thënë regullat ma shumë? Une. Lakmon ma shumë? Te, okej. Nuk e prita këtë përgjigje, por... Ska dert. A e keni kapur ndonjëherë njëri tjetrin duke ngrënë fshehur aze? Kjo po besoj lidhet me çato. Okej, jo, Migen. Unë s'di. Okej. A keni bërë ndonjëherë stërvitje vetëm sa për video? Okej, Exoni po, Migena jo. Unë shpesh bëj, se më vynë për kontent. Po, me promovu punën e juj edhe... Po, edhe ajo është një mesazh mjaft i mirë. A është njëri prej jush më dembel se tjetri në stërvitje? Okej, asnjëon. A motivoni gjithmonë njëri tjetrin edhe kur nuk keni qejf? Okej. A do ta ndalonit partnerin të hante fast food për një muaj? A do ta ndalonit? Po. Për një muaj, okej. Për një vjatë? Po. Okej. Një javë është okej. Okej, një herë një javë. Ma shumë jo. Çka një herë një javë në fakt? Hot dog, toast, hamburger? Po, mundesh më hongër. Një herë një javë s'është kërgjo. Një shujt në ditë o fjale, jo të në ditën të ashtë i më hongër. Mos me te pru. Ja, një shujt e zgjidh të ashtë ditën, ose dilën, ose të shtunën. A nëse hajmë kështu veç kur të thejmë këto regullat, në cilën vakt duhet me hongër? Ushqime jo të shnetshme? Pa, ta shti kur dush, mundesh nëse ki farë ndaja më prome, mundesh me lonë prome më hongër. Një shujt është në regull. Se zakonisht kështu natën nuk preferohet më hongër kur, kështu që dreka ndoshta. Nëse ti e 98% strikt se zakonisht kur na kap ky nepsi me hongër jo shnetshëm na kap natën. Po natën ka, natën se ditën haron krejt që je gjallë dhe të shi natën. Okej, pyetja tjetër është, a mendoni se puna juaj ndikon në jetën intime? Puna juaj? Po, jo, okej. Qa ka me ndiku? S'ndikojnë. Okej, pyetja është se në mënyrën se sa fitnesi ose aktiviteti fizik ndikojnë. Aha. Tek njerëzit në përgjithësi, jo vetëm tek jo, kështu në përgjithësi. Jo. Jo. Okej, jo. A keni refuzuar ndonjëherë një dalje sepse kishit stërvitje? Do të thonë sa kryesore janë stërvitjet? Okej, keni refuzuar edhe nuk jeni... Kena ndaj që ty në fitness. Okej. A do ta ndryshonit profesionin, po të fitonit milionat? Okej. Pse nuk e kishe ndru Migin në fakt? Unë e qita po, a? Po. Ja, jo. Jo. Jo, më shfa. Okej. As për miliona?
Qa është besnik ndaj Si vjetë nështë i fitnessit? kena. Okej, jetë nuk e ndryshoni. A e keni krahasuar ndonjëherë trupin e partnerit me një klient? Klient, jo. Asnjë. Okej, e më kënë? Përveç se klient, so besoj. Okej. Klient aty që i kena në salë, jo, e kështu ndonjë person më të famshëm, po. Okej, Kom krahasu, po. Kështu të në salë është fjala, ja. Okej, me që jemi të këtë famshëm, kush mendon Migen që ka trupin më të bukur kështu nga vajzat, ose më të mirë në anën e fizike? Tash për fizike, për Kosovë po flasim, është Dafina Zeqiri, Raj Strefi, Nora Strefi, Tajna, këto janë in. Okej. To dhe stërviten. A ke njëjtin mendim për këto emra gëzon? Pa, qëto janë pak ma in, po besoj që ka dhe vajzat tjera që sion të famshme, po që kanë trupin 10 herë më të mirë se këto. Adin që i shonë në për Instagram, ose i shonë në për palestra, në për fitness. Adin nuk janë të famshme, janë qika, adin normale, po e kanë trupin... E që janë për të inspiru në fakt. Po, okej. Shumë mirë, shumë pëlqen. A ju kanë ngatruar ndonjëherë si motër e vllaj? Në fakt kjo ishte edhe që të ishte aty pyes. Për ngjani shumë, pse mendoni? E japni këtë energji, apo vetëm në punë fizike? Kurren me dikon 24 orë që na punojmë bashkë të kohën, jena bashkë, kreti kena, adin shumë pak, jena lërgë një tjetrit, njeri nismi marë dhe ka pak shprehite një tjetrit, sjelljet, edhe që aja të bën pak gjeset, që aja të bën pak mu dokë si njëjtë. Okej, hajtë regona në i rast kështu nëse veç që ju kanë krahasu si motër e vlla? Më bani mend? Diçka specifike, si kujtohet? Nuk po më kujtohet mu. Okej. Po ka raste që na kanë thonë. Pyetja radhës është, a ju ka bashkuar palestra këtë e thanë? Po. A mendoni se në një lidhje funksionon më mirë kur të dy kanë të njëjtin stil jetese? Në këtë rast sikur jo. Po. Okej, pse mendoni kështu? Po. Nëse të kaluarën nuk e keni mendu që keni mendoj jetesën me partnerin, kur nuk e keni ditë, tash mendoni që i bashkon më shumë. Sa mendoni? Pa i puna të bashkon, puna të lidhë me qatë person, edhe të bëhet kraj djathë, kalon mirë, je ki kryt rahat, nuk ta lodh kryt, për shambull, gruja, ku je, ku s'je, ku je shku, kështut, kur e kini profesion bashk, e dini ku je, nuk të pengan, je qe. Po pikërisht për këtë, po ju pyes sa mendoni se mundet me u kriju një fajrë në tojza një loj monotonie ndoshta. E merrni atë fitnessin kështu me veten në shtëpi mandej ato biseda gjithmonë të punës? Ja se lodhem mbi me flajt. Lodhem shumë se kena punë shumë gjatë ditës, na kena edhe fitnessin. Unë zgjona më herët se duhet më shku me hap fitnessin. Kjo zgjohet mbas me, kjo shkon e hap vendin ku i prodhojmë disa produkte tona healthy që i kem, e qështu që. Pyetja radhës është, a do të pranonit një sfidë ku nuk serviteni fare për 30 ditë? Jo. Jo, po ka bova ki që ndoshta ka shku edhe ma shumë se një muj ditë po u servit. Okej. Po, se... Për cilat arsye? Lindin probleme që unë tash e kom pas një rast në shpe, më ka vdek babi edhe këna pas një kod gatë pak smut, një 6 muj o konë shumë në gjendje të rondë, prindi po ta hupke dhe më thonë balansin e jetës, edhe të shi nuk po të doke kur zho interesant, kush e ka provu humbjen e prindit e din, edhe që aty unë e kom që aty muj me thonë që i kom pauzu ma shumë se një muj, po për diçka tjetër se në fakt, babaj jut ka qenë kështu një person shumë i njohur edhe i respektuar në pej, sa me ndonë që ka ndikuar kjo në jetën tënde tash pas vdekjes? Ishte e vështirë me u pajtu, me balancu me ndë jetën? Shumë e vështirë, se ata kom pas edhe motivus, edhe kritikus, edhe gjithçka. Ka qenë e vështirë shumë, se ka qenë një prind shumë. Nuk kom fjallë me përshkru shfar për indikacion. Okej, unë po e shoh pak Migenën të emocionume, si ishte raporti Migen, po pëse keni pas një raport mirë me që edhe emocionet... Falë. Okej, nuk ka problem. Kjo ka qenë e lidhur shumë me ta. Okej. Shpesh aje ka qujtë si qiken e vetë, po prindi sti, ka qenë shumë e vështirë, ko e vështirë. Po, do të mu pajtu dikur se
gjithë kemi me vdek, duhet me ditë edhe sabër me bo, duhet me ditë edhe me pas kujdes që shë bën sabrën se një ditë krejt kanë me vdek. Po. Në fakt, ka qenë një person shumë i respektueshëm në PE dhe shumë zënë se mbajnë mende dhe mund të jenë të në ndjeka dhe mendova që meriton të flasim pak për këtë. Migena, ke pas profesor ju, apo? Jo. Okej. Vetëm në raport familjar. Okej. Na po vazhdojna me pyetjet tjera që na kanë mbetë dhe po ndrojna temën, ju kërkoj falje për emocionet. Atëherë, a motivoni gjithmonë njëri tjetrin edhe kur nuk keni qejf? Po. Cili është ajo fjala më motivuese kështu në fitnes kur jeni shumë të lodhën edhe që Egzoni ka disa fjallë që me dhojnë. Po besoj që kthejmë kështu edhe në atmosfera ato fjallë. Zakonisht shime qeshe dhe vazhdo me ndi ushtrimin shumë alet. Normal. Unë kom qef më konë motivus, e motivoj se ka njerë kjo edhe për një me lodhet se na i kena edhe 2 vajzë atje në shpe që duhet më kujdes për to. Apet unë jom maj lirë se jo dal, jo shkojnë fitness ri, kjo apet lodhet ma shumë. Unë duna me motivu këta ma shumë. Po kena fjallë të ndryshme tash në varet prej kohës. Prej situatës. E motivoni edhe jo Egzoni kështu? Është e dy anshme. Po. Na kështu i përfundume edhe pyetjet në fakt edhe që po du me ju falenderu. E keni në fakt në përfund, e keni një mesazh për gjithë ata që na ndjeken edhe ju vetë si trajner fitnesi, është vera, e meritojnë ndoshta një mesazh kështu drejt nga 2 profesionistë në këtë fushë? Mirë është mos mundal krejt me sport, se krejt mundin që e ki bot dimrit e qënë dëm, kujdesu për ushqimin, ushqehu pastër, pjoj sa ma shumë ditët e ngrota, edhe shka do që keni nevoj, ku do që jeni mundri me më kontaktu, unë jam i hapur, më jep edhe planet ushqimit falas, edhe palestrën marrë me shfrytzu, kush nuk i ka mundësit të une e ka palestrën falas, pa pages, veç me mujtë mi bo mirë këti vendi, këti pople, unë jam i pari. Një mesazh mjaft i mirë, po ashtu nga Migena një mesazh, ose një këshill në këto ditë nxehta? Ushtroni, mos harroni veten, mos e neglizhoni veten, duajni veten. Kjo. Okej, këto më thelbësore, që nuk përshtatet ndoshta vetëm për fitnes, por për të gjitha sferat e jetës. Mos hani pite shumë, as flia. Në fakt ne erdhëm kështu në fund të intervistës, po ju falenderoj të dyve që ketë kështu bashkë me mua një bisedë kaq të këndshme. Po besoj se sadopak kemi mujt me dhënë një mesazh për verën edhe me ju pëlqyer edhe njerëzve, që ne